Përshëndetje për të gjithë. Mirë se keni ardhur në vjeshtën e letrarët e Gjilanit. Dhe Përndëria e radhës të imëmojnë falën, e kemi komplet në kalendarikët e vjeshtës për librin, në emër të librit, për shkrimtarin, në emër të shkrimtarit dhe pasë gjithashtë për lexuesit dhe dashamirët e artit. Është edicioni i 16 i këtij manifestimi me një mision të vetëm. Afirmimin e vlerave letrare, afirmimin e librave të mirë, afirmimin e shkrimtarëve që realisht i ka dhënë të japin dhe vazhdojnë të japin letërsisë shqipe, pavarësisht nga vijnë ku jetojnë ku veprojnë. Vjeshtja letrare e Gjilanit mbahet në Gjilan dhe është e hapur për gjithë dhe trevat shqiptare që fatmirësisht në këto 16 edicione kanë frekuentuar këtu dhe do të frekuentojnë edhe në tutje. Sot kemi një kënaqësi të veçantë, shkak se në vjeshtën letrare të Gjilanit prezantohet portreti letrar i Jusuf Hoxhovit, shkrimtarit tonë të nderuar e shumë të çmuar, i cili njëkohësisht është edhe fitues i çmimit letrar Beqir Mostiu për vitin që shkoi. Një çmim prestigjioz për komunën e Gjilanit, nga çmimet më të mëdha që realisht e ka dhënë një komunë e Kosovës deri sot. Me thënë të drejtën, çmimi letrar Beqir Mostiu është themeluar një vit pas çmimeve letrare që jep Ministria e Kulturës, Turizmit dhe Sportit. Nuk përmend këtë përlet, po e përmend vetëm për fakt. Dhe nga viti 2004 këndej, kur fituesi i parë ishte Ali Podrinja, kemi ardhur dhe besojmë ta përmbyllim vjeshtën letrare me fituesin, me shpatën e fituesit të ri. Kështu janë planifikimet. Këtu ka krijues, ka ardëdashës, ka njerëz që përfaqësojnë institucione, përfaqësojnë spektra të ndryshme intelektuale, politike, kulturore. Unë i falenderoj shumë që gjejnë kohë për herë me ardhur në vjeshtën e Gjilanit, nuk planisim me emër me përmend asnjë, po e veçoj vetëm një që realisht është ka bezlisës në Kosovë, në Prishtinë, është pak më edhe pse thojnë Gjilani se daja ba gjithë, po realisht gjitha ka qenë i hapur për musafir, shefqet diplomin. Normalisht edhe shkrimtarin tonë tash në njërë dhe përmosët dërgëmtare, Ibrahim Kadriun që këtë vit nga 8 janari 2025 po e shënon të vjetojnë e lindjes. Ne një shënim të veçantë të kemi 13 vjetor për Ibrahim Kadriun dhe mëtojnë me një mirë me erën më laksuar një vit të fërqëm të këti shkrimtari që thjesht harron se në qëmosh është dhe mirë bënë shumë. Por ti kthehemi krye personazhet të kësaj vendërie, Jusuf Hoxhovit, një emër tashmë i njohur jo vetëm në Gjilan, jo vetëm në Kosovë, por kudo që e jetojnë e frymojnë shqiptarët, i njohur përmes veprës së tij. E ka nisur që herët e tregime, pastaj ka vazhduar me romane, nuk i ka lënë anash as dromat, ju ka kthyer shkrimeve historike dhe realisht ka bërë punë sa që mund të bëj, sa çka s'ka mund të bëj asnjë institucion me shumë vlerë sidomos të Kosovës dhe me një seri të vazhdueshme romanesh që për fat mirë vazhdojnë të shkruajnë edhe nuk po ndalen. Ne kemi fatin që sot e kemi këtu, si që kemi pas edhe fituesit të mërshëm të këtij çmimi, sidomos nga viti 2013 e këndej, sepse për herë kemi ardhur që përshos edhe vjeshtën letrare të Gjilanit, po edhe duke i nderuar, vlerësuar, e çmuar edhe ata që e mjektojnë dhe e marrin çmimin letrar Beqir Mostiu nga komuna e Gjilanit, sepse është çmim që iniciale përgatit e bën gati ashtu me Beqir Mostiu, por ndera e këtij çmimi të fillimit
është e komunës Gjilanit, përkatësisht e kryetarët komunës së Zyrës, kryetarët i cili e vazhdon e jep dhe e ka luajtur këtë traditë deri më tash. Pa humbur më shumë kohë, unë ftoj Basën Ibrahim, sepse nuk mund të them zotni, është shkrimtar, mi them shkrimtarin po bërë shpesh me përsërit e dihet që Kasim Qemati është shkrimtar dhe shumë i respektuar, për një fjalë rasti, krye personazhet e këtij takimi ose Hoxhovit, sepse kanë vepruar në kohë shumë të gjatë bashkë me Riligjen dhe vazhdojnë edhe më tutje. Ju përshëndes për këtë takim, që është takim bukur me vlerë, sepse kem para veti njënin ndër krijuesit më të mëdhenj të Kosovës ose do të them të shqiptarisë, në përgjithësi Jusuf Hoxhovi. Unë nuk kom përgatit diçka me shkrim, sepse po të përgatitësha diçka me shkrim për Jusufin, do dilte shumë gjatë. Do dilte prej kohës kur kemi filluar bashkërisht të shkruajmë edhe të punojmë, domethënë nga vitet e 60-ta, ne jemi bashkë. Ton kohën kemi qenë bashkë, kemi punuar bashkë, në Rilindjen e kulturë, kemi shëtit në për takime letrare, kemi bërë organizime të shkrimtarëve e tjera, por unë që thamë këtu se Jusufi me me viteve të fundit, kur thamë viteve të fundit, këto i logarista 20 vjetë të fundit mashkirimit, ka zgjeru aktivitetin e vetë, ka hyrë edhe në histori, ka bërë vepra historike që me ato vepra faktikisht i ka kompleksu historiantë që i kemë, për cilët të më përherë them se historia e Kosovës, e shqiptarizmit përgjithësi, duhet shkruhet sërish, sepse ajo histori që është nuk është komplet, është me metat laja, e Jusufi e ka bërë atë punë në histori, ka hyrë vetë dhe ka punu si të ishte një institucion, sepse puna që ka bërë në histori, ajo është faktikisht punë institucionale. Një institut nuk ka mund të bëj aq shumë vepra, për shembull, ekziston Instituti i Historisë, ekziston Akademia e Arteve dhe Shkencës, ekzistojnë institucione tjera, Instituti Avermërzhik, askush prej tyre nuk është angazhuar që të flasë edhe me gjuhën e historisë, me gjuhën reale të historisë, këte ka bërë Jusuf Hoxhovi. Por unë po kthehem në vitet 60. Në vërtet Jusufi, se hina ka fundi ka kur me histori ka dalë në sipërfaqe, Jusufi fillimisht ka shkru poezi. Në të kohën bani morë letrave, botonin në përfaqe të gazetave, dhe nuk e di njerëzit se këni faktikisht ka fillu si poetet. Ka vazhdu me tregime, ka vazhdu me dramë, ka vazhdu me romane, cilat natërisht qëndrojnë shumë lartë, romanet, dhe për tyre ka që janë përkthyr, për shembull. Shënimet e Gjan Nikol Kazazit, i kemi parasysh. Ajo është një roman i veçantë, i cili është përkthyr edhe slovenisht edhe italisht, është përkthyr në gjuhë tjera, por në vërtet përvojtja e atij libri, struktura e shkrimit atij libri është diçka me veçanti, po them tamam me veçanti. Kur ndodhi lija në Kosovë, jo lija, për vërtet pandemia, unë i thash që Jusufit me ringbotohet, se është njësoj si kur në kohën kur e ka shkru, kohën
e hershme mund të jetë përshtatët të aktualitetit. Kështu bisedu me telefon dhe I thash librit është parapris I këtyre ngjarjeve që po ndodhin. Jo vetëm shënimet, por vazhdon me romane tjera. Tash ka fillu, sigurisht ka fillu dhe t'i harrojnë se sa romane I ka shkruar deri tash. Por me rëndësi është që ato ku shkojnë, ka lexues bukur shumë, lexues, edhe ata vërehen ata lexues lajmërohen për shkrimin e për leximin e atyre romaneve. Domethënë, Jusufin e kemi komplet. Poet, dramaturg, tregimtar, romancier edhe fund dhe përmbledhje historian me gjitha ato veprat e historisë që I ka bërë. Cilat edhe janë përkthy, cilat edhe janë përru në shumë vende, jo vetëm në vendet ku flitet shqipe, por edhe në Amerikë, e gjeti janë përru ato librat e Jusufit. Për këti vendi para jush që jeni shumë që të rejë në këtë takime manifestime letrare, mundën vetëm I dëshiru sukses dhe punë të vazhdueshme. Ju faleminderit. Faleminderit shumë Pastor Ibra. Rënd jo një fese pak kohësh, ka 2 muaj më tepër, mos më shumë, ka dalë edhe një numër ekskluziv, numër 47, I revistës kulturore dhe letrare që gjithë botuar nga vitin 1994 deri me portretin letrar të Jusuf Buxhollit. Jusuf Buxholli sa për shkak në numër me që kur ardhëm nga votimi ishte jashtë Kosovës dhe vetëm shoqëria e aktivitet që ta kemi në revistën letrare gjallë. Ty e përmbledh të zonë nga shkrimet kritike vlerësimit e studimit që janë marrë për veprën e shkruar Jusuf Buxhollit nga emra shumë eminente e letërgjisë shqipe, njësër nga Ibrahim Rugova të Nailet e Nuk Ramadan Mështirë, Nailet e Miri, shumë kërës të tjerë, nga pjesa jonë me gjithë të regjën, po këto nuk do të lexohen sa këto. Ka nuk të lexohen në të vizit që do të amënit pas të kemi në përfundim të këti takimi. Gjitha shkrimet kritike që do të lexohen sot janë të treja, edhe I kam shqetësimisht edhe kryusit të reja që të merren me frondet, me letraret e Jusuf Buxhollit. Po pas të flasim Katrin Berishën, magjistra e letërsisë, që dhe ta baqen një portret pak më komplet me qenë Jusuf Buxhollit, që dhe beqen e ka pasur me këmirë, dhe fort me këmirë. Ne të aftojmë Lindit Ramushën, dushkën me një deklamim nga këndvejë letrare e Jusuf Buxhollit. Honorë. Unë do të lexoj një fragment nga proza në dorëshkrim e autorit Jusuf Buxhollit, me nësi. I mbetur fillikat në hijen e kodrinës përpara, që bëhej gjitja e më e madhe. Ndjeja nevojë të çajit, të shkrehesha në vaj për të shtyruar nga një tuf I thellë, që po mos mbonte nga brenda si asnjëherë. Por lotët nuk po më rritnin, sikur të më kishte marrë një vëlla. Për herë të mbetesha I ftoftë edhe para ndjenja më të domosdoshme. Hija që po rriti dhe po prekte dal nga dal pjesë tjetër të rrafshit, sikur ma bënte me dije të largohesha sa më parë nga hapësira e askujt. Një vëlla nuk shihej më. Sytë e mi të lodhën më gotë, po e kërkonin në anën e kundërt. Tashmë isha I bindur se pikpjekja jonë pas shumë me shumë vjetësh mbetesh një herësh prindërja jonë. Ashtu siç duhej edhe t'ishte.
Ndjenja se ura e shkretë kishte mbetur për të dëshmuar mallkimin e sëmundjes tonë të territ. Më trishtoi si asnjëherë. Saqë kjo shtyri të nisë shadrit për pjetës së butë, duke lënë pas hijen time. Si pemë i pandashëm jasaj bote që e desha, apo nuk e desha, do të më ndiqte gjithmonë për të më kthyer në të i dënuar ose më shiruar. Kretja. Ju faleminderit, të nderuar të pranishëm, në vazhdim unë do t'i lexoj dy tekste. Teksti i parë ka të bëjë me portretin letrar të aktorit Jusuf Buxhovi. Pjesë kjo e cila në mënyrë më të detajuar mund ta lexoni edhe te numri 47 i revistës Agnia, ku do të thotë është një shkrim i detajuar jetës, i veprave, i shqyrave dhe i përkthimeve letrare që është bërë teksteve të autorit në fjalë. Portreti letrar i Jusuf Buxhovit. Jusuf Buxhovi u lënd më 4 gusht të vitit 1946 në Bel. Shkollën fillore dhe atë të mesme i përfundoi në Gjakov, ndërsa në vitin 1968 u diplomua në Universitetin e Prishtinës dega e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Në vitin 1979 magjistroi në degën e historisë në Universitetin e Prishtinës. Karrierën e gazetarit e filloi në gazetën Lindja të Prishtinës në vitin 1967, fillimisht si gazetari i kulturës e më vonë edhe redaktor i saj. Në vitin 1967 deri në vitin 2000 ishte korrespondent i përhershëm i Lindjes, i akredituar në BAN të Gjermanisë. Ndërsa nga vitin 2000 deri 2008, krahas veprimtarisë letrare u marrë edhe me hurrime historiografike nëpër arkiva gjermane. Buxhovi është një nga personalitetet më të shuara të letërsisë dhe kulturës shqiptare, ku gjatë gjithë jetës ai ka dhënë kontribute të mëdha si shkrimtar, publicist e historian, duke u bërë kështu një zë i fuqishëm e rëndësishëm në formësimin e vetijës kombëtare dhe kulturore. Andaj mund të themi se krijimtaria e tij është mjaft e gjerë dhe e shumëllojshme, e veçantë e veprave të tij qëndronte gjuha e pasur me përshkrime të hollësishme dhe thellësi të mendimit, që e cytin lexuesin drejt pikpyetjeve të mëdha të ekzistencializmit. Sipas tij, letërsia del një mjet që përshëton shoqërinë dhe të kaluarën, duke nxjerrur pikpyetje mbi identitetin dhe ekzistencën njerëzore. Në shumë prej veprave të Buxhovit, si motet merret njeriu shqiptar me përplasjet e tij shpirtërore, historike e ndonjëherë edhe morale. Pra, personazhet shpeshherë bëjnë një rrugtim të gjatë e të ndërlikuar, duke u përballur me padrejtësit e shumta që vijnë herë nga pushteti e herë nga idealet që bien ndesh me realitetin. Jusuf Buxhovi me krijimtarinë e tij ka ndihmuar në ruajtjen e kujtesës historike dhe në forcimin e identitetit kulturor të kombit. Në vitin 1972, autori në fjalë botoi librin e parë me tregime me titull Cirku. Më vonë vazhdimisht botoi tregime, romane, publicistikë e drame. Disa prej veprave të tij më të njohura janë Matan Krejna, Shënimet e Xhan Nikoll Kazazit, Nata e shekujve, Galeria e të vdekurve, Libri i të mankuarve, Prap vdekje, Qyteti i dënuar me vdekje, Kodi i dashurisë, Libri i vllazës, Libri i Gjakovës, Jeniçeri i fundit, Mona, Dosja, B e të tjerë. Drama Dinozauri, Pranvera e zhveshur, veprat historike Kongresi i Berlinit 1978, kthesa historike vëllimi 1, 2 dhe 3. Kosova në 11 vëllime si dhe shumë vepra të tjera. Ka shumë prej veprave të tij me pas që u përkthye në gjuhë të ndryshme të botës. Për krijimtarinë e Jusuf Buxhovit u ndërua edhe me çmimet Lefse Sulejmani, me çmimin vjetor të shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, si dhe me çmimin kombëtar Azem Shkreti. Më vonë edhe me çmimin letrar Beqir Muzliu. Ju faleminderit shumë. Ju thash edhe një herë që për detaje më të hollësishme për krijimtarinë e Jusuf Buxhovit mund ta shihni edhe revistën Agnia në numrin e saj 47. Në vazhdim po e lexoj një shkrim që ka përgatitur kam qenë në master në Universitetin e Prishtinës në letër letërsia aktuale shqipe, para profesor Sale Bashotës, me atë kohë është publikuar në mediat elektronike. Kështu që me pak ndërhyrje po e lexoj edhe para juve të pranishmëve.
Punimi është shumë i gjatë, që të mos marrë shumë kohë, po besoj që publikohet sërish, që unë të lexoj vetëm një pjesë të tij. Titullohet kështu: Bipolariteti social dhe kulturor në romanin Mona. Romani Mona i autorit Jusuf Buxhovi është botuar në qershor të vitit 2020, por që si kohë të përfundimit të veprës, autori e konkretizon marrësin e botanjetit vetë. Duke u nisur nga rrethanat sociale të kohës, theksojmë se një vit më parë, konkretisht në vitin 2019, në botë ishin raportuar rastet e para me virusin më të ri të quajtur COVID-19, e që pak javë më vonë mori edhe statusin e pandemisë. Pandemi kjo që përfshiu edhe Kosovën si pjesë të botës, ndërsa brenda Kosovës autori specifikon Gjakovën me rrethin si qendër e qytetërimit e që bëhet edhe objekt i karantinimit. Gjakova, konkretisht Dushkaja, del të jetë toposi i veprës, e që si trilogji ndërlidhet me idejt emotive, edhe me veprat paraprake Dosja Bër dhe Dushkaja. Romani nis me shkretën, po e citoj: ngjashmëritë e mundshme të personazheve me realitetin janë të rastësishme. Po e mbyll. Shprehje kjo që në fillim e kategorizon romanin me vërshetimin e historisë dhe të letërsisë. Vërshëtim këtë që edhe pse autori kishte formim si historian, bara e autorsisë në pjesën hyrëse dhe në pjesën e parë nuk vjen në nivelin e kronikave e asaj të gazetaras, por që kuptohet del ka niveli fiktiv. Andaj që në pjesën hyrëse që del si shtojës për çështjen Mona, për ndërtimin e personazheve dhe personazhit kryesor, toposit e strukturimit të veprës letrore, narratori përmes kategorizimit të historisë e letërsisë përmes alegorisë e sfidan edhe lexuesin. Po citoj: një mozaik me rrëfime nga një laborator ndërkombëtar për krijimin e një virusi të ri të përmasave globale. Po e mbyll citimin. Kështu, sipas parimit të Aristotelit se letërsia është më filozofike dhe më e lartë se historia, me që e tregon atë që do të mund të ndodhte, ndërsa kjo e dyta merret me gjërat e veçanta, theksojmë se që në pjesën hyrëse narratori me anë të fakteve historike, që shpeshherë burimin e kishin edhe nga arkivat, e ndihmon strukturimin, narracionin dhe zhvillimin e personazheve që në qendër kishin fiksionin dhe diskursin alegorik. Pra në këtë pjesë, para së gjithash, del pa horizonti i pritjes, që e ngacmon lexuesin drejt metarrefimeve për çështje sekrete të shteteve të fuqishme, politikat aktuale e deri te teoritë konspirative për mënyrën dhe arsyen e krijimit të këtij virusi. Prej këtu edhe nis diskursi alegorik për figurën e të fuqishme, politikat aktuale e deri te teoritë konspirative për mënyrën dhe arsyen e krijimit të këtij virusi. Prej këtu edhe nis diskursi alegorik për figurën e karantinimit dhe atë të virusit në kontekstin e izolimit të personazhit kryesor pasër. Kolonielit dhe të rrëfimtarës Mona e deri tek mënyra e politik bërjes së shteteve të mëdha si Amerika. Dukurit këto që në aspektin historik gjejnë ndërlidhje edhe me romanin Shënimet e Gjalliko Kazazit, konkretisht me vitin 1747, ku përhapja e murtojës në territorin e Gjakovës risemantizohet, pra ta shtej në qendër të romanit nuk del zhbërja etnike nga murtoja, por virusi i ri që vinte nga politikat të jashtme që për qëllim kishin zhdukjen e të vërtetave përmes eliminimit të intelektualëve, që ishin edhe dëshmitar të krimeve të luftës dhe të paqes. Me eliminimin në kuptohet përcaktimi i diagnozave të intelektualëve nga stafi mjekësor, e që ishte çmendja. Raport kjo që shërbente si shkak për izolimin si karantinem, në mënyrë që të mbrohet masa neutrale që jetoni në errësirën e kohës. Andaj, në pjesën hyrëse, paralajmërohet edhe mënyra e strukturimit të romanit në dy pjesë, prologun rrëfimin nga vendi i çmendjes dhe epilogun Mona kishte të drejtë. Pjesa e parë qëndron shumë lartë artistikisht për ka përdorimi i figurave, largësia e diskurseve, gërshetimi i historisë me letërsinë që realizon të rrëfimin brenda një rrëfimi, pra rrëfimin e historisë së kolonielit brenda rrëfimit të Monës. E deri te horizonti i pritjes dhe risemantizimi i murtojës në një viroz bashku, ku rrëfimi nga vendi i çmendjes fillon me pasojën, ku akti final tashmë kishte përfunduar dhe në këtë mënyrë rrëfimi nis me planin detaj. Atë të pamjes së kufumës së kolonielit që do të thotë se romani nuk i bindet mënyrës kronologjike të ndërtimit të ngjarjes. Veçantia e pjesës së dytë qëndron te lidhjet intertekstuale të romanit me veprat e tjera që i përcakton vetë narratorin në fjalë. Sipas të cilëve, romani ka lidhje intertekstuale me Makondën e Markezit,
përmes metaforës së dushkojës, e që në esencë të dy këto janë pjesë e pashmangshme e realizmit magjik. Në kontekstin që veprat e tilla nëse lexohen nga lexues të huaj, duken si magjike, ndërsa në të vërtetë janë të bazuara në ngjarje reale. Meqense dushkaja përkatësonte vendin e kthyer në laborator ndërkombëtar që e shkaktonte virusin si bashkëveprem të ideologjisë dhe religionit, vepra në fjalë natyrisht sipas autorit kishte lidhje intelektuale dhe me romanin Shënimet e Gjonit Kallkazazit. Duke pasur parasysh se narracioni të romanit Mona aplikohet përmes vetës së parë, karakteristikë e veprës del të jetë edhe mënyra se si tema, idetë e motivet e romanit shtjellohen përmes rrëfimit të secilit prej personazheve veç e veç. Nga veta e parë, që do të thotë se secili prej tyre e jep një të vërtetë të mundshme nga pikpamjet e veta për realitetin aktual. Mbi këtë parim, personazhet kryesore janë koloneli dhe vlera, kurse personazhet që e ndihmojnë zhvillimin e karakterit të kolonelit e vlerës janë gjyshi, gruaja, djali, galani dhe gazetari amerikan. Personazhi i kolonelit, që qysh në fillim prezantohet si kufum, realizohet përmes kthimit në retrospektiv të rrëfimeve të gjyshit, gruas, djalit e galanit. Rrëfime këtu që e bëjnë kolonelin figurën më komplekse të romanit, koloneli përkatëson një ushtarak të armatës jugoslave, i cili detyrohet të izolohet në një shtëpi, gati se të rënuar në atë mënyrë që fuqitë ndërkombëtare të kishin në mbështrim gjatë gjithë kohës. Meqense koloneli mund të ishte pengesë e pazareve politike, të ideologjive e religionit që në frymën e revolucionit e synonin krijimin e një bote të re, botë kjo që fillimisht kërkonte shkatërimin e rënieve të identitetit e të traditave dhe krijimin artificial të rënieve të reja. Të mbështetura mbi shpërndimin ndaj prostitucionit, kontrabandimin të armëve, substancave narkotike, haraqet si dhe deklarimit të tradhtarëve e dënuesve, si heronj të vendit si dhe anasjatras. Izolimi i kolonelit në këtë mënyrë na çon deri te lidhjet intertekstuale me personazhin e Xhezairit të Gjikës, të romanit Vdekja më vjen prej syve të tillë, përka teknikat e vëzhgimit të individit nga pushteti, e deri te donka që pushteti ja vendosë rezistuesve të tillë si tradhtarë. Për kaq që dhunës që ushtrohen në një mënyrë atjetër, prozja çosjes ka lënë të teknikat unike të ushtrimit të dhunës si ajo mankurtit, detyrimin e Xhezairit me të ushqyerjet e lëndëve toksike të trupit, e deri te fallocentrizmi si dhunë psikologjike gjatë emërtimit të lajmit si hodëm të sfinga gjallë. E që teknike ngjashme si kjo e fundit përdoret pikërisht edhe të personazhit koloneli i kësaj vepre. Përveç donkës së vendosur nga pushtetarët si tradhtar, është edhe fallocentrizmi si shenjë që e distancon mendsinë patriarkale me heroizmin ushtarak të tij. Koloneli vuante nga një virus që mund ta shndronte në njëri të paaftë, seksualisht e që si provë bën se kësaj teorie mund të ishte të ushqyerjet e tij të përditshëm me kunguj vendor të orave. Andaj kjo ide e vëzhgimit të jetës së njerit nga faktorët e jashtëm, pra të binomit njësi ndërkombëtare dhe zyrtaret e shqitur të shtetit, ironizohet asa që as vdekja e individit nuk mund të shpallet pa miratimin zyrtar të tij, të shpallurit publikisht. Ironi kjo që del nga rrëfimi i galonit e që e karakterizon pikërisht edhe absurdin. Dhe portretizon të kundërtën e modelit të absurdit beketian, meqense peripecitë e personazhit dalin pas vdekjes së tij, dhe rolin e Zotit e luanin njerëzit me dhe pa maska, që ashtuanin njerëzve skenarin e jetës dhe luanin me procedurat e varrimit të tyre. Vëzhgimi dhe izolimi i tillë ndaj kolonelit paraqesin intertekstualitet edhe me 3 konceptet themelore të Orwellit. Lufta është paqe, liria është skllavëri dhe padituria është fuqi. Në fazat të së cilëve, në roman paqja prodhon luftë, manifestohet me anë të shpërthimeve të krahut të luftës, me që rast heronjtë e vërtet ishin sakrifikuar, e meritat e tyre i kishin marrë veteranët e rëm, duke përfituar nga shtjetit të ardhura materiale dhe pozita të rëndësishme shtetërore. Koncepti i dytë i Orwellit ndërlidhet me lirin që kishte bërë njerëzit servil të pushtetit, meqense intelektualët dhe heronjtë zhdukeshin bashkë me të vërtetat dhe njerëzit e rëndëmt. Nuk kishin as mundësit që të arretisishin. Të dy këto koncepte bashkë me të tretjen që është edhe këç përfaqëson edhe alegorin që janë pikërisht të praneshme edhe në këtë vepër në mënyrë indirekte, ku pushteti që vjen nga jashtë imponon sëmundjet për qëllim përheqjen e popullsisë dhe ndërtimin e përforcimin e pushtetit përmes zhvillimit të njerëzve të rinj e shkatërimit të gjithë asaj që përfaqëson identitetin etnik. Atë që fuqinë e përfiton nga cenzurimi dhe korrupsioni i mediave publike,
Çështrat e ndikim të mbi masën, që tri këtu parimin vetë se përmendën edhe në këtë video. Nuk po e lexoj më shumë, ju faleminderit shumë. Ata që dëshirojnë të ta shohin dokumentin, ju ta shohin edhe në publikimet online të mediave tona elektronike. Ju faleminderit. Shumë përndet Katrin, për një vështirë shumë të thot, radhëpëtarisë e Superbolës e Jusuf Bogjonit dhe e Armorit e Mona. Aludimet e aluzionet normalisht janë shumë të pranishme në këtë qasje edhe në vetë Ramona. Ftojmë këtë studiusin e ri tonë Arsim Halilin, i cili kohët mund në ka përfaqësuar në shumë konferenca shkollore me qasjet e tia e studimore. Në këtë rast do të kemi për një nga romanët e Jusuf Bogjonit. Të nderuar pranishëm, zonja e Zotrin. Kam knaqësinë që gjeni në mesin tuaj dhe punimin tim e kam titulluar Metafizika kujtesës historike shqiptare. Romanin e nata shekujve e Jusuf Bogjonit përfaqëson një prej përpjekjeve më ambicioze të letërsisë shqiptare bashkëkohore për të ndërtuar një diskurs historik e filozofik mbi temën shqiptare, duke ka përqyrë kufit tradicional të rrëfimit realist. Në këtë vepër, historia nuk është vetëm sfondi ngjarjeve, por substanca ontologjike mbi të cilat ngrihet ndërgjegje kombëtare. Përmes një strukture narrative të ndërthurur midis realës dhe metafizikës. Bogjonit ndriçon dimensionin e errësirës së shekujve si një proces i përhershëm i humbjes dhe ringjalljes së identitetit. Në thelb romani qëndron një paradoks historik. Shqiptari përjeton historinë jo si kujtesë lineare, por si përsëritje ciklike e fatit kolektiv. Bogjonit ndërton romanin mbi një koncept të kohës rrethore, ku shekujt ndjekin një vijë të zhvillimit progresiv, por një spirale kthimit drejt të njëjtës arsye. Kjo bën që romani të afrohet me letërsinë e magjisë realiste dhe me traditët e filozofisë hermetike, ku realiteti dhe miti përthithin njëra tjetër. Për shembull, nata nuk është thjesht një periudhë e errësirës historike, por një simbol i arrestis ontologjike, një gjendje ku populli harron vetveten dhe rrënjët dhe gjuhën e tij të brendshme. Romani Nata shekujve e Jusuf Bogjonit është pjesë e ciklit letrar historik, e cila trajton fatin historik shpirtëror dhe kolektiv të shqiptarëve ndër shekuj. Në thelb vepra ndërthuar elementet historike dhe fiksionin, duke krijuar një atmosferë të ndëruar dhe përherë simbolike. Këto skena deskriptive në këtë roman lidhen me motive si ndej, sakrifica, humbja dhe besimi, ndërkohë nuk mungojnë elementet psikologjike të mbrojtshme. Personazhi unik Bardhit, bojari i Përdrinit, është figurë fisnore që kërkon informacion në lidhje me shterdhjen e krojit të ulës së shenjtë. Ky simbolizon ndikimin e pushtues dhe kontrollin mbi burimet e natyrës dhe territorit, si dhe lidhjen e pushtetarëve dhe subjekteve të pushtuar. Ndërsa Balça i dytë, princi që përmendet në letrën që i dërgohet një Bardhit, simbolizon autoritetin politik të jashtëm dhe qëndërimin e fatit lokale. Nga kjo mund të dokumentohet dhe interpretohet që nata si koncept metaforik trajton periudhën e robërisë së përtimit. Toposi i errësirës si metaforë e shekujve. Titulli Nata shekujve përmbledh thelbin semantik të romanit, një kohë e tezë gjatër e natës, ku drita e ndërgjegjes historike humbet në peshën e pushtimit dhe të rënditjen kulturore. Por nata e Bogjonit nuk është e përhershme, ajo është preje për azhgimet e përgatitje për rilindje. Në një plan,
simbolik të shekujve përfaqësojnë vetë trupin e kujtesës kombëtare, që ndodhet në një letargji historike. Përmes rrëfimit fragmentuar, autori paraqet historinë shqiptare si një palimpsest ku shtresat e kujtesës janë të mbuluar me pluhurin e arrecët. Por ende të gjalla nëse përfaqe lexuesi të zbuloj ato shtresa nga ajo që vendatuar në tërësinë e qenies kolektive. Për të mos gjatër shumë të shkoj në fund, në përmasa të saj rreth të saj më të thella, nata e shekujve është një metafizik e kujtesës, një kërkim për dritën që qëndron për pasërshirës së historisë. Jusuf Boxhovi përmes këtij romani nuk synon të tregoj thjesht ngjarje, por të shpalos mënyrën se si historia përjetor si ndjenjë, si kujtesë, si plagë dhe si shpresë. Kështu vepra e tij mbetet në ndërkulmet e reflektimit letrar mbi fatin e popullit shqiptar dhe atë mbjell në vezale njerëzore dhe përballjen e errësirës të shekujve të shkuar të natyrshtarit. Faleminderit. Faleminderit shumë Arsen. Vazhdojmë edhe me një deklamim kësaj radhët e Arbis Kasniqit, Gana e saj, i fragment të zgjedhur, dhe pas Arbisës vjen përsëri një krijuese e re në një çast edhe përdym nga romanët e Jusuf Boxhovit, Blener Hajdar, që para pak muajsh ka diplomuar në Fakultetin Filologjik të Prishtinës. Përshëndetje për gjithë, kam nderin dhe kënaqësinë të lexoj një pjesë nga libri Shënime të Gjoni Kolkazazet. Ka fillimi i marsit të vitit 1747, u largova për disa ditë nga Gjakova. Shkova në Malësi për të vizituar disa famulli dhe për të mbledhur ca të dhëna për librin tim, i cili po më sillej në kokë sa e sa vjet. Pesha e borës së madhe dhe ngritësës së dimrit shihej ende kudo. Malësorët të mësuar me dimra të tillë dhe të fortë, sa po bisedonin për motin, thashin: dimri i fortë e sjell verën të mirë. Dhe një men, ndonë se ishin ditët e para të marsit, shihej se kishin përpara një pranverë të hershme, me erë të fortë dhe me diell të ngrohtë. Në të këtyr, rada për të më përcjell deri në qytet i ra një plaku të Krasniqës, që quhej Mic Shpende. Ai ka herë i kishte kaluar të 100-at, por mbahej ende. Ishte zakon që kur kthehesha nga udhëtimet e tilla, të më përcjellin më të merituarit e Bajrakut, të cilët një përcjellje të tillë e merrnin për nder të madh. Prandaj nuk e pash të arsyeshme që tu thosha malësorëve të gjenin ndonjë më të ri, sepse do t'i thyeja ata me micin. Kur nesën, plaku i lëshoi 2 mushkat përpara dhe më bëri me dorë, që t'i ndiqja pas, sepse ato rrugën malore e dinin si njerëzit. Faleminderit. Faleminderit. Me emrin edhe me veprën e Jusuf Boxhovit, siç dihet, fatmirësisht lexuesi shqiptar nuk thuhet qyshare, zakonisht tradicionalisht me Shënimet e Gjonit Kolkazazit. Mirë po sot para vetës kemi një libër votuar këtë vetë, i cilin vetë është një përsijati në për periudha ndryshme. Parimisht titulli është emri i tekstit dhe komunikimi i parë në të. Titulli që autori vendos për veprën është Udhtimi në kohë, i cili justifikohet gjatë leximit sepse paralajmëron atë që trajtohet më vonë. Krahas titullit kryesor ofrohet edhe një nëntitull apo titulli i dytë. E djeshmja, e sotmja dhe nesërmja e artallëroshtës, me çka na prezantohet protagonisti i veprës dhe periudha në për cilat shpirti i tij ndeshet vazhdimisht me shqetësime. Ashtu siç na tregon titulli, vepra ka 3 pjesë kryesore. E djeshmja që trajton të kaluarën e largët dhe vendos në qendër principatat, e sotmja që na vjen përmes konceptit fisnor dhe e nesërmja me një emër karakterizues pa shëtëtnoja. Krahas këtyre, në ndërtim të veprës futet edhe një prolog e epilog i shkurtër. Këta 3 kapituj na tregojnë 3 histori të cilat mbesin të lidhura me njëra tjetrën, sepse protagonisti nuk gjen shpëtim. Që e vren qysh në prolog ku paralajmërohet udhtimi i kohë. Fijet e plumbit të derdhur të kthejnë të kaluarën, prej andej kalon tek e tashmja për tek e ardhmja, mbyll syt dhe përhumbur në kohë.
E djeshme që nga thënë punë e principatave dhe përmendet e përsëritën kryqëtarët dhe kryqet e tyre, shtjellohet herë triumfi i kryqëtarëve të Perëndimit ndaj lindjes e herë të lindjes ndaj Perëndimit, duke krijuar kështu një unos që përsëritet dhe cilën protagonisti nuk di si ta ndalë, mirë po e di që nuk do ndalet. Kryqëtarët nderohen shpejt dhe shpesh, duke dëmtuar besimtarët që nuk e dojnë kryqin e tyre. Kur nga lindja apo perëndimi njëri kryq ndoron tjetrin dhe rregullat e veta e shpasit pa prekshme, e nga brenda ruan të njëjtat detyrime dhe kufizime që shkonin deri te ngulfatja e frymëmarrjes. E qysh pjesën e parë pasin në kundërshtime mes dy mendimeve, dy podkuptimeve dhe dy koncepteve të ndryshme rreth gjendjes së kohës, të mirës së përgjithshme, rreth princet dhe principatave. E nga principata kalojmë te fiksi, koncept që protagonisti nuk e do. Ishim kthyer në qenie pa qena, pa ndjenjen e kohës dhe të hapësirës. Mënyra fisnore organizimit të jetës shoqërore në sytë e protagonistit tonë del si një mënyrë e te kaluar dhe me të meta të shumta, me cilat nuk mund pajtohet. Mendimet e mia që bien ndesh me ato të mendësisë së fisit apo të turmës së mbikëqyrur pafundësisht në emër të mbrojtjes së saj nga rreziqet që i futeshin në kokë nga presit profet. Protagonisti nuk pajtohet me psikologjinë e turmës dhe e refuzon atë. Mendësia e turmës së fisit që na bën peng, prej nga vetmitarët dhe qyqarët si jonë kërkojnë shpëtim me ikje rrugëve të botës. Kushdo që i ik mendësisë së turmës, shpallet si çmendur apo i sëmur dhe është pikërisht turma që e kërkon prisin e saj, qoftë ai tiran apo diktator, krejt njëjtë sepse është mësuar me të. Ndërsa satira e gjallë e prekshme na del te pjesa e tretë që mbon emrin e Nesëmja, Tashëtendaja, në cilën përmbuhet realiteti ekzistent dhe personazhet qepin syt për mos parë botën për rreth. Këtu dukshëm shtohet numri personazheve dhe ndryshon ndërtimi i tekstit, i cili na paraqitet me ndarje. Ironia normalisht është dominante dhe dallohet qysh nga emërtimi i personazheve me mbiemra si Pelini, Çorri, Krypa, Krava e gjashme. Mirë po kjo është krejt e pranueshme, sepse e Nesëmja shkruhet në një kohë të çuditshme, ku edhe sheku mund të bëhet rrosh, ku edhe plaka mund të bëhet nuse, sikur ndës që edhe miza mund të bëhet buall. Pjesa e parë dallon nga e dyta nga e treta, mirë po pavarësisht kësaj ato mbesin të lidhura me njëra tjetrën. Diku më shumë, diku më pak, shpërfaqet absurditeti i shoqërisë në cilën jetojmë, e kjo dallohet edhe nga tematikat e zgjedhura edhe të ndërtimit personazheve. Pavarësisht a jemi në të djeshme, në të sotmen apo në të nesërmen, reflektohet dënësia e shoqërisë sonë, kësaj radhe e zhveshur. Lakuritësia është liri, ashtu si në epilog. Pjesën e parë të dytë na del narratori i vetës së parë, pra narratori personazh. Si principatën, ashtu edhe pisin i shohim nga sytë e tij, duke u bërë gjithçka më e afërt. Vepra ndërtohet nga gëshëtimi i monologut dhe dialogut, e ky i fundit kryesisht paraqitet në mes të protagonistit dhe atij që i drejtohet si Vëlla. Vëlla si emri i përgjithshëm këtë shkruhet në shkronjë të madhe për të theksuar rëndësinë e tij. Vëllajin që shpesh në vepër e gjejmë edhe si shpirti binjak, nuk na del si një person i dytë, mirë po si një alter ego i protagonistit. Brenda secilit është vëllaji, një forcë e brendshme me cilën mund të mos pajtohemi, por që shpesh del jashtë nesh. Pra lufta e unë. Udhtimi në kohë trajton absurditetin, vetmin si shpëtim, kufizimet, betejat e përjashme të kundërtave, njohjen e vetes përmes të menduarit dhe të tjera, të cilat Jusuf Buxhovi trajton duke na vendosur para dilemës së njohur, të vrasësh apo të vitesh. Faleminderit. Faleminderit Blenera dhe Katina për dëshmojnë se Fakulteti Filologjike i Prishtinës ka nxjerrë kërgjë të mira. Kështu që Gjilani në kapse vendoset që zë të ketë hyus më të mirë se ne që jemi sot. Në vazhdim i kemi vetëm atë kontesa që besoj nuk të t'i mërzisin në gjatë regja dhe me pas shëqet diplomë. Në gjatë i përnyrën nga romanit e një Jusufit, dërsa shëqeti për vitet e Gjermanisë. Një liber publicistik. Përshëndetje, miqë dhe shamirë të fjallës së bukur artistike, është një nder jashtëzakonisht i kënaqshëm kur në mesin tonë kemi edhe shkrimtarë. E ne që flasim nuk e kemi bashkëletë nga njëherë kur kemi edhe protagonistët këto, po ndoshta i mësojmë pak ma shkurtë në fali ka liber.
Unë jam përqendruar kryesisht vetëm te një vepër për dalë sa më e qartë. Interkomunikimi I herojt në paralajmërimin hyjnor është fjalë për romanin Mendim Drimi I Jusuf Buxhovit. Unë po e filloj jashtë romanit për ty në roman. Në kulmin, po citoj, në kulmin e kësaj gare, kroniku kishte shënuar fjalët e një plaku drejtuar një pjesëmarrësi në garë. Njeriu qenë ka I çuditshëm. Kjo qenë ka sprovë e rëndë e jetës. Po gati I akalove. Qëndro, parafitro jetën tonë të vështirë dhe çdo gjë do të shkojë në rregull. Qëndro, mos u lohat, sepse njerëzit posa fillojnë të johaten, falimentojnë. Kështu, Jusuf Buxhovi në një konkurs të fund viteve të 60-ta shkruan një tregim dhe unë e lexova nga libri I parë Cirku. Më la jashtëzakonisht përshtypje kur njerëzit kur lohaten, thot mund të falimentojnë. Është një fillim që na shtyn të hyjmë në botën letrare të Jusuf Buxhovit. Nga këtu fillojnë shkëndijat e dritës për të zhdukur errësirën e padukshme të një bote. Në këto dukje të para, të rëndomta, të zakonshme, po në brëndi më të thellë se vetë jeta e kësaj kohe nga këto frymarrje e ka përcim dhëmbësh vijnë fjalët të rrallëtura të Jusuf Buxhovit nga njëra vepër në tjetrën. Emri Jusuf Buxhovit tashmë ka kaluar oqeanit dhe anija e tij pandashëm lundron në përvalet e qeta, trazuara të ujrave shumë gjyrëshe e me shije nga më të ndryshme që kalojnë në përfush betejat e botës. Ai gjithnjë shtetari pandashëm në këto lundrime, duke I terkaluar këto pamje e diktatës që ka krijuar renditjet e fateve të popujve në krijimin e rendit të botror, por për të ekzistuar intelekti dhe rasat njerëzore, pena e tij vjen e ndryshon errësimin e këtyre kohëve. Në këtë konstelacion ngjarjesh, vjen edhe romani Mendim Drimi I Jusuf Buxhovit. Në këto parashtrime ngjarjesh vijnë edhe proceset jetësore të protagonistit të romanit Mendim Drimi. Periudha historike në të cilën zhvillohen këto trajtime ka një rrjedhshmërinë e tyre brenda aktualiteteve shoqërore. Fryma e këtij mijëqari të kësaj treve të Dardanisë, sikur ka një fillim të egërsuar, kjo vjen me ndryshimin e pushteteve dhe ato krijojnë mjegullnajën për të ardhmen e krye protagonistit të fatit të popullit të tij. Romani I Jusuf Buxhovit Mendim Drimi do thotë qysh nga koha e Konstantinit të Madh fillon nga e sotmja për të nesërmen. Bota e krye protagonistit Mendim Drimi, sikur në brell në përfatet e kohëve dhe në zbritjes së perandorisë tokës, kur Perëndia Zotë sipas mitologjisë krijon botën mbretëri hyjnore të qenieve të gjalla toksore dhe në këtë rast ndërsi në ndim do t'i vijë gjarpi I shtëpisë për krye protagonistit të romanit Mendim Drimi. Në këto aktualitete të gjata kohore, krye protagonisti I romanit Mendim Drimi quhet herë I fesëm, herë mendim djalli e kështu me radhë, herë tip, por është me rëndësi se ai është I fesëm te masat e gjëra popullore. Në këto kondita romani rrumbullakson mesazhet e fuqishme të rrjedhave historike që të shtyn t'i kapsh pikat qendrore të këtyre ngjarjeve që historia I shënon edhe mitologjia, por në roman sikur I gjen pak më mirë. Por ajo që më bëri përshtypje për ta lidhur kontekstin e mesazhit të romanit është edhe kjo. Të gjitha këto ndërtime artistike në vepër sikur komunikojnë me mendimin e Senekës, në veprën e tij mbi kohën e lirë, mbi dorën hyjnore. Kur ai flet për hyjnit dhe pyet, citoj Senekën pra, a është I pavdekshëm universi,
apo bën pjesë tek objektet kalimtare e të zakonshme. Mirë po, çfarë shërbimi bëjmë ne hyny duke krerur në këto kundrime? Shpërblimi që të mos e lëmë pa dëshmitar një vepër kaq të madhe, shpesh themi se e mira sa vranë qëndron në të jetuarit sipas natyrës. Mbyllet citatin. Në romanin Mendim Drini dhe të bëmat e tij në të gjitha ndërhyrjet imagjinative dhe reale kanë arritur të përcaktojnë bindjen se ardhmja e kësaj fryme ka rreshtime të pranueshme të turmës. Edhe magjistaret nuk arritën të ndalonin turmën që kishte mundur edhe mundimet më të mëdha. Të gjitha këto akte të lidhura në mes kronistit të panjohur mbeten të ruajtura në arkivin e memorjes për të dhënë e marrë pamje të ritualit. Romani me drejtpeshimin e mendimit të njeriut, Mendim Drini, nga Dere Bardhe, është vetë bota e ardhme për të jetësuar perandorin e së mirës dhe vendosin e saj të lirë. Të gjitha këto ngjarje janë fenomene të dhëndeve të gjata që partin fiksimet e pandarshme të krye protagonistit të romanit, të cilat i japin kuptimsinë e dukshme në hartën topografike të idealizmës për të mundur robrinë si dhe për të krijuar shtratin e lirë në konkretizim të proceseve të mëdha e në rrjedhat e gjata për krijimin emblematik të ekzistencializmit për të mirën e vendit tonë dhe krejt në fund. Yusuf Hoxhovi jotëm në këtë roman, po dhe në vepra të tjera, ka krijuar për kuptimin e qëndrueshëm në largpamësi për të mundur kohët e mundjeve të mëdha, si dhe për të arritur në perspektiven bashkëkohore drejt kërkesës së gjyshit Agenorit që, citoj, mbretëria ime të quhet Euro Iliri. Këtë udhëtim, sa harmonik, sa meditativ, sa kërkues, sa pragmatik, autori e vënë në binar të lëveshëm për të arritur në stacionin e dedikuar pa vonesa të mëdha kuptor për popullin tonë. Ju falenderoj. Ju përshëndes gjithë, faleminderit Sabet dhe Gjilan që më krijuat hapësirë më ardhmë të me referuar për një nga vetrat e Yusuf Hoxhovit, pikërisht për vitet e Gjermanisë, të cilën e kontekstit time trajtës në kërkim të kujtesës evropiane. Në rrugët e gjata të kujtesës, pak libra arrin të bashkojnë dritën e përvojës personale me përmasën historike të një kombë. Libri Vitet e Gjermanisë i Yusuf Hoxhovit është pikërisht një vepër e tillë, një rrëfim i përimtuar dhe mjaft i shtëruar njëkohësisht, ku kujtimi dhe analiza ndërthuren si rënë që përmbajnë penën e historisë së Kosovës. Padyshim, këto kujtime të Yusuf Hoxhovit të libri Vitet e Gjermanisë kanë prekur kufirin midis letërsisë subjektive dhe shkrimit historik objektiv. Në këtë rast, kur shkrimtarët dhe historiani, në këtë rast, Yusuf Hoxhovi ka shkruar librin voluminoz Vitet e Gjermanisë me shumë pak referenca apo burime të tjera historiografike, si një dëshmi për rrëfimet e tij, shohim se këto kujtime janë një rrëfim personal, mjaft subjektiv dhe janë kundruar si përvojë individuale rreth këtyre ngjarjeve, duke mos synuar të ngritje në dëshmi faktike të verifikuara. Në anën tjetër, ky libër dëshmon përvojën e autorit për perceptim dhe interpretim sa historik, po aq edhe letrar, fusha të cilat i zotron në mënyrë mjaft të përsosur. Prandaj libri Vitet e Gjermanisë mund të lexohet edhe si një roman historiografik. Edhe vetë Yusuf Hoxhovi është i vetëdijshëm se historiografia kërkon burime të verifikuara, referenca dokumentare dhe objektivitet metodologjik, ndërsa këto kujtime nuk i nënshtrohen këtij detyrimi. Prandaj mbeten rrëfime personale të cilat shpesh janë ndërtuar mbi emocione
kujtesë selektive dhe në një perspektivë subjektive. Krejt ky mozaik është artikuluar kaq mirë fol përvojës dhe aftësisë së autorit. Pra, libri Vitet e Gjermanisë nuk synon të kategorizojë në libër historik, por më shumë gjasën si një autobiografi letrare ose edhe memoare subjektive personale, ku e vërteta është psikologjike dhe përjetuese, jo domosdoshmërisht faktike. Andaj, këto rrëfime, si zhanët kujtime, nënkuptohen se janë përjetime personale të së shkuarës e jo dokumentim i tyre shkencor. Pra, edhe këto rrëfime të libri Vitet e Gjermanisë janë interpretim personal me narrativ jo historike në kuptimin akademik të këtij nocioni, por fol afinitetit të autorit, ato janë strukturuar artistikisht si rrëfim letrar mirë i artikuluar. Kjo kujtesë tregon aftësinë e autorit për të mbajtur mend gjithë ato zhvillime, nga të cilat ka riprodhuar përjetime, por nga këndvështrimi i viteve përkatëse, kryesisht në cilësinë e gazetarit dhe raportuesit aktiv nga Gjermania. Libri është edhe një dëshmi tjetër që tregon për kujtesën aktive që posedon autori i librit. Dhe kujtime që i ka parë ose i ka dëgjuar kanë formësuar këtë afinitet logjik, prandaj Vitet e Gjermanisë janë rrëfime interesante dhe shprehen tërësinë e kujtimeve të cilat kanë ruajtur të vërtetën e ndodhur për ngjarje e bëma të shumta. Pra, libri Vitet e Gjermanisë betet si një kujtesë autentike e njeriu që ka qenë pjesë e proceseve dhe zhvillimeve historike. Nga lindja e pluralizmit politik në Kosovë, me themelimin e lidhjes demokratike të Kosovë me 23 dhjetor 89 e deri te shpallja e pavarësisë në shkurt 2008, Jusuf Buxhovi ndjek çdo kthesë historike me syrin e gazetarit, mendimin e historianit dhe ndjeshmërinë e intelektualit. Ai është jo vetëm dëshmitar, por edhe aktor i heshtur në teatrin e ngjarjeve, duke i dhënë lexuesit një pasqyrë të gjallë të proceseve politike, diplomatike dhe njerëzore që ndryshuan historinë e Kosovës. Për shembull, ai rrëfen me hollësi për emigracionin politik shqiptar në Gjermani, fillimet e organizimit të tyre në për klube dhe organizata, kryesisht me orientime të majta marksiste-leniniste, dhe për rolin e diasporës shqiptare në vitet e 90-ta dhe orientimi i tyre ka Europa dhe Amerika, deri te fundi i fushatës ajrore nga NATO-ja, dhe problemet e shumta të viteve të para të çlirimit. Ajo që vjen në sy me më shumë kompetencë është pjesa për zhvillimet e brendshme në LDK dhe për sfidat me të cilat është përballur doktor Ibrahim Rugova, edhe në marrëdhëniet me përfaqësuesin ndërkombëtar me theks ata nga SHGA-ja dhe Gjermania, duke shpjeguar edhe ndikimin e tyre të drejtë për drejtë në vendimarrje politike në Kosovë. Autori duke jetuar gjatë në Gjermani, jo vetëm në këtë libër, por edhe herave të tjera ka folur për dosjen gjermane, e cila ka ndjekur edhe konfliktet e brendshme në LDK, por ishte vetë doktor Ibrahim Rugova, ai që diti ta ruaj integritetin e përpjekjeve demokratike duke ruajtur edhe vizionin e tij për pavarësinë e Kosovës. Intervistat dhe takimet personale me shumë personalitete dhe president si kancelarët Willy Brandt e Helmut Schmid, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel, socialdemokrati Rudolf Scharping dhe Franz Josef Strauss janë pasqyruar me saksi të shumta, por ajo që mbeten breslonse janë takime me intelektualet si Heinrich Böll dhe me Martin Zomer, Oda Buchholz, Wilfred Fiedler e Günter Grass. Ky fund ka kërkuar publikisht ndërhyrjen e ushtarake të NATO-s në Kosovë. Nuk janë thjesht vetëm rrëfime personale, por ato janë fragmente të një realiteti të ndodhur. Realitet ky që shpjegohet përmes kujtimeve të Jusuf Buxhovit si një status quo midis një populli në kërkim të identitetit dhe botës që e vështronte atë me kujdes dhe rezervë të shtuar.
Një dimension mjaft I kompletuar brenda këtij libri është interpretimi I rolit të Gjermanisë dhe perëndimi në proceset e shndërtimit të Kosovës. Jusuf Buxhovi djeg në ndjeshmëri mbështetjen e heshtjen dhe kalkulime strategjike të vendeve të fuqishme duke I vendosur ato brenda një narrative ku politika ndërkombëtare bëhet pjesë e historisë personale të kombit. Në përfundim të këtij vlerësimi, mund të them se libri Vitet e Gjermanisë nuk është vetëm një vepër thjesht kujtimi, por një vepër ku kujtesa analitike dhe mbamendja kaq e thjeshtë bashkohen në një rrëfim të gjatë dhe reflektiv. Kjo vepër dëshmon se historia e Kosovës nuk është thjesht përshkrim ngjarjes me konflikte, por narrativ e ndërtuar me mendim, ndërgjegjën dhe shpirtin e njerëzve që e bën atë. Jusuf Buxhovi dhe libri I tij na kujton se rruga drejt lirisë dhe njohjas ndërkombëtare nuk ishte e shpejtë, por e ndërtuar me kujdes dhe durim nga ata që besuan se fjala, emancipimi intelektual dhe veprimi I drejtë janë arma më e fuqishme për një popull që të fitojë lirinë dhe përmes saj mund të përdorë dijen e vet për të ndërtuar paqen dhe fatin në shoqërinë evropiane. Autorit I dëshiroj shëndet, jetë të gjatë dhe suksese të tjera. Ju faleminderit. Faleminderit edhe për juve shërbëjet shumë. Unë vëndrej një kosisht të pesë rruzit, duke I lutur që mos në evolojnë shkrimet e vërshtrimet të këtyre për të publikuar, se nga njerëve mund të harrojnë për shkak të kërkesave, ndërsa tash duke ecur gjithnjë në kënd me kohën që e kemi me këtyre takimeve, se jemi tamam në kohë, me shumë knaqësi ftoj në autorin e kësaj vetëndije për personazhin kryesor, Jusuf Buxhovi. Asaj sot. Të nderuar miq, të nderuar zoti Stevin, të nderuar kolegë, sot jam bashkë të gjithësh nderuar. Spari, segretarit I çmimit Beqir Mosleu, të dyti që gjenden midis jush, midis krijuesve, cilët interpretuan dhe sqaruan diçka nga vepra ime. Sa I përket momentit parë, kur u dash shpërbimi, do të thotë, unë I kam thënë qendrim tim, po I përsëris për dy tre gjëra të tjera, do të thotë ti je bartësi shpërbimit Beqir Mosleu, do të thotë ti je njerëz pjesë e një vetdije krijuese intelektuale artistike ndër më të rëndësishmet të drejtësisë shqipe. Beqir Mosleu mbetet një nga referencave më të rëndësishme, po ashtu që ndan modernitetin prej asaj që është postmoderne, letërsinë shqipe në një dimension shumë gjatë, poezisë, dramës dhe prozës. Pra Beqir Mosleu mbetet ndër krijuesit më të rëndësishëm të letërsisë sot dhe kjo natyrisht më nderon si bartësi këtij shpërbimi, po ashtu më nderon sepse, si që tha dhe miku Ibrahim Kadriu, ne I takojmë një brezi, cili po ashtu ka marrë rrugtimin e vet nëpër një fazë shumë të rëndësishme në tranzicionin kulturor dhe politik dhe institucional të Kosovës, I cili po ashtu lidhet me identitetin tonë politik, kulturor, intelektual dhe shtetëror. Dhe në këtë aspekt deshta të them se për me kalu të një çështje tjetër, Beqir Mosleu, Gjilani janë pjesë e identitetit tonë letrar dhe kulturor. Dhe unë mendoj se me që
njeh pjesën më të mirë krijuesve të brezit nga Beqir Moslevi deri te Ibrahim Kadriu dhe ata që nuk janë me mesin tonë për Recep Elmazit, dytë Musa Ramadani, krijojnë një dimenzion të rëndësishëm letërsisor dhe i ka dhënë po ashtu një identitet edhe kësaj hapësire, e cila është pjesë e identitetit tonë përgjithshëm. Prandaj kujtoj se Beqir Mosleu dhe krijuesit e kësaj jone, tash prej Recep Elmazit, Sinan Hasanit, deri te ai që është sot shumë aktiv Ibrahim Kadriu dhe paraqet njërin prej krijuesve më të rëndësishëm i përgjithësisë sonë, janë një moment i rëndësishëm që tregon se letërsia jonë megjithatë përkundër kapërcimeve e ka rujt një pjesë të asaj që ne mund ta quajmë sot letërsi shqipe. Ajo tjetra që deshta ta them këtu, po ashtu ka të bëjë me krijuesin, letërsinë dhe kohën. Si krijues, secili krijues gjendet më nëpër mekanizmat të kohës dhe të hapësirës. Nuk mund të ketë krijues as krijimtari jashtë këtyre aspekteve. Dhe veprimtaria e krijuesit në kuadër kësaj linje determinon edhe qëndrimin e tij, po edhe qëndrimin dhe rrjedhët që ka të bëjë me këtë problematikë. Kompasatin, po ashtu e përgjithësinë që t'jenë pjesën e brezit të krijuesve tonë nga vite 70 deri tash, i cili ka qenë pjesën e procesit kulturor politik që lidhet me tranzicionin tonë. E po ashtu kam pas fatin dhe ndjehem po ashtu i nderuar që brezi cili i kom takuar, do thotë gjithë shkrimtarët edhe që i thash këtu, po dhe ata që janë pjesë e letërsisë sonë, kanë edhe bartësit ose janë përfshirë në zhvillimet politiko-shoqërore me cilat lidhet rrugtimi ynë institucional deri te pavarësia. Dhe nëse shikohen edhe veprat e krijuesve të këtij konglomerati, veçme dhe ato Beqir Mosleut dhe te Ibrahim Kadriu, aspektet politike, kulturore dhe shoqërore janë shumë pranishme. Ato tregojnë në një dimenzion që shoqëria gjithnjë duhet të jetë në përputhje me zhvillimet dhe, siç e tha zoti Regje, të mendim drini, të synojë universalizmin të mirën, perandrinë më të mirës, që është prej Platonit e deri te koha jonë. Dhe pikërisht deshta të të them 2-3 fjalë për atë çfarë është perandria më të mirës, çfarë është etika, çfarë është mbijetimi, dhe çfarë është njeriu të ketë egon dhe qenien e tij brenda këtyre kapërcimeve. Mendoj se tranzicioni ynë dhe gjithë ato që po ndodhin këto vitet e të fundit, e vërtetojnë diçka që në një farë mënyrë, në mënyrë ndoshta metaforike, unë kom bërë përpjekje ta paraqes në romanin tim të fundit, Udhimi i mendimdrinit. Atëherë se tranzicioni dhe kapërcimi këtë ne nuk i ka rrit dy qëllime. Nuk e ka rrit që sqarimi të kthehet në njeri dhe nuk e ka rrit atë që parlamentarizmi të kthehet në demokraci. Janë të dy momente të rëndësishme që prapë mund të themi edhe lidhen me ato synimet e përhershme të njeriut, do thotë prej antikitetit deri te koha jonë. Pra, sondimi më të mirës
dhe interesi që njeriu si dhe dihet ngritet dhe pushtetit të shfryzoj dhe pushtetit shfryzohet për këto qëllime dhe jo për të kundërtën, që pushteti të shfryzohet për interesa personale apo për rënimin e këtyre koordinatave që të nëbojnë me identitetin e njeriu. Kur thënë se shqerimit e na nuk është për këthy njeri, kam parasysh atë se gjithë ato ideale që u përtuam të ne prej brezave në brezat, në një farmire nuk ja donin që të përkthehen në një vlerë kulturore, ekonomike, politike të gjeneratës tonë, e cila duhet të ketë ardhmenim. Përkundrazi, shqirimi është kryen pemë të grupeve të caktuara politike, individëve të caktuar, cilët e kanë kuptuar keq. Kanë menuar se shqirimi është pronë e individëve të grupeve të caktuara që ata ta përdorin për qëllimet tyre dhe veçmas ato që pushtetit të përdoret kundër shtetit. Dhe për këqarë e mund të them, ne mund të një krijuesi, ne mund të një brezi intelektualësh, shkrimtarësh që ka marrë pjesë në proceset cilat të duaj që shërimi kthehet njëri, që nuk ka ndodhur dhe po ndodhur kundërt. Dhe sot nëse na shohim se shërimi nuk është kështu njëri, atëherë mund të themi se janë shumë faktorë që këte e tregojnë. Por ajo që është më e rëndësishme, mund të themi, është një depresion i përgjithshëm kolektiv, cilin e ka përfshirë shoqënia e cila ka pas shpresë se tranzicioni do të kthehet në një ardhmëni, nuk është kthyer. Përkundrazi, shumë faktorë flasin se ne sot jemi një shoqëni e cila po akulturohet, ajo nuk e ka perceptimin e qartë se çka është identiteti intelektual, çka është identiteti kombëtar dhe për fat keq këto po ngatrohen me identitet fetar. Kemi një amalgam të mërshëm të një prototipi cili e bashkon ideologjin me religionin. Kjo ka kriju monstrumin më të keq shoqërinë tonë, por një monstrum i cili edhe në përmasat botërore sot i kërcënohet edhe liberalizmit, edhe demokracisë, edhe gjitha procese, por të ne ka pasojë shumë atrona. Po ashtu, si mas mendimit tim, kur them se demokracia, parlamentarizmi nuk është përkthim demokraci, e kemi shembullin e sjelljes së kohëve të fundit të klasës së gjithë mashme politike në raport me shtetin, me institucionet dhe të ardhmen e shtetit, të ardhmen tonë në rrethanat kur mas 20 janarit të këtij vitit, kur në SHDA vjen Trump, bota morë në kusht në një relacion kur kemi pas luftën për demokraci, liri, barazi për masat botërore. Sot përkundrazi, sot kemi një situatë kur geopolitika, geostrategjia botërore, geopolitika në ka kthy në një ndërmarrje ekonomike, ku geoekonomia përcakton edhe raportet e geopolitikës që shkojnë të geostrategjia. Nuk du këtu të hyjnë çështjet që kemi krizën e luftën e Ukrainës, Rusinë, tjera, por du të them se politika jonë ka harru, apo s'po dënë të dinket, se jemi në një situatë kur do të ketë shqyrtime dhe shikime
brenda përmenda dimenzioneve geopolitike. Dhe se pozicioni jonë është ndër më dëptit, ndër më dështrusit këto konstelacione. Ne më nuk jemi se përpara në anën e aliatëve, në anën e demokracisë dhe në anën e atyne shteteve cilat e bombardun Serbin dhe ndikun qërimin tonë që na të jemi të lirë të kemi shtetin tonë. Për kundrazi, më thënë prapë për këthejmë të ajo që edhe Platoni e thotë se demokracia, parlamentarizmi ndër 5 format e qeverisjes është më keqja, për nuk alternativë, sepse 2 të këshirë mujnë të mirë. Në ata që kemi faktin se gjithë këshirë për mujnë të mirë. Për gjithë në Kosovë nuk ka marrë një garë me zveti për të mirën për pushtetin. Por për kundrazi, që të shkitet pushtetit, që pushtetit vijë në një situatë, që të luftoj kundër qytetarëve të vetë. Dhe parlamentarizmi jonë, parlamenti jonë, është kryer në një qerë në feudësh, klanësh, luftës ndërma të dëmshme për vendin tonë dhe për armenin tonë. Parlamenti ynë sot, për shirë, është kthyer në një institucion që lufton proceset kushtetuese. Sot na kemi praktikisht me sjelljet e fundit politike, sa e të sjelljes së gjithë mbashkët të skemës politike, jo vetëm të një partije, e kemi puqin e heshtur institucional. Shikoni vendimet e fundit, na e kemi faktikisht e kemi një shtet kushtetues. Kushtetuesa nuk ekziston për ata cilët janë të detyruar të sjellen përputhje me ligjet e kushtetutës. Dhe nëse dhe nëse konstatojmë një situatë të tillë çfarë kemi ne sot, intelektualëve i bën përgjegjësia që të jenë ata që do ta ngrisin zërin e tyre më shumë se të tjerë. Sepse intelektualet kanë qenë gjithë ata barës të proceseve, të zhvillimeve, tranzicioneve, dhe na gjithsesi e kemi parasysh se çfarë ka qenë qëndrimi i rinjtësve tonë, rotonat e Ramës Perandërisë Osmane, kur prej Naimit, Vasopashës, Samil, Delta, San Prishtina e tjerë, kanë kriju platformën për pavarësi, për sjerim dhe për shtet, pavarësisht që ngjarjet e mëparshme nuk e sollën gjithë atë, por megjithatë atë e sollën Shqipërinë londineze, dhe ata gjithë kanë qenë idealista. Sot, intelektualit tonë për fat keq nuk janë më idealista. Shumica për tyre ju kanë nështruar pushtetit të oligarkëve, të grupeve ndryshme, feudalëve, kartellave kriminale, dhe ata luftojnë secili që të ketë pozicione në institucione tjera, dhe me këtë desh ata përfundojnë, kemi ardhur në situatë kur identiteti ynë, historik, kulturor, politik, cili të terminon edhe situata çfarë do të jetë në tarme, jo vetëm që nuk mprovet nga intelektual, nga institucionet tona, por sot ne jetojmë në dy diktate jashtëzakonisht të rrezikshme, atë dhe ideologjik, që të duhet mas ndodhet të nënshës apo ndodhet të nishës, të mos ekzistonte më historiografi dhe tjerë, dhe poshtë do duhet që të çliroheshin prej diktatit dhe limiteve të historiografisë argumale, e cila sot në mënyrën më brutale në përsakton historinë tonë, me i përbeson heroj, me i tregon se cilat janë hapësinat tona, dhe të njëjtën kohë, ajo që është me artisare, me thënë. Tash po kthehet në një dënim politik të Kosovës, e cila nuk mund të jetë shtet sovran, por që se do të vazhdojë të ndjek diktatin e historiografisë argumale
rreth 2 pikpamjeve, asaj që ka shtet mesetar se dhe i hidhet me rashkën e Dushanit që së shpare vërtet ajo, dhe pashkën e se vazhdojnë me të pranojmë diktatin e kishës ortodokse serbe se këtu ka autocefali kishës ortodokse serbe për vitit 1217 që nuk është vërtet ajo. Autocefalia kishës ortodokse është fitu me 1922. Në saj të bashkimit 4 mitropolive me një marrëveshje me Konstantinopolin. Dhe kjo është ajo. Dhe sot, intelektualisht, edhe kulturalisht, edhe politikisht, nga që ndërën e citatë, kur shteti i Kosovës nuk ka tapit historike. Kur shteti i Kosovës ja ka dorëzuar tapit historike dhe kulturore serbisë. Dhe ajo që sot është aktuale me sloganin e Vučićit e tjerë bota serbe, pikërisht këtu i ka. Dhe çka kemi bona që këtë të largojmë? A kemi arrit që në kuadër shtetit tonë të krijojmë një tekst historie që s'pak do t'i kundërshton të këto. Kundërshton. A kemi arrit na që në aspektin ndërkombëtar s'paku ta krijojmë një të racak të vogël, cili do t'i demantonte këto me cilat shtetin e Kosovës se kanë prunë gjendjen e ekstralitetit, cilin e pasot kisha ortodokse serbe, në Kosovë me 42 mini shtete, kur që s'kemi mu. Edhe e shkam me brënusë të të. Për mua dhe me këte po përfundoj, politikaj tonë, silën sikur nuk po ndohë kur gjë. Silën sikur bota nuk është para një transformimit ma geopolitik dhe geostrategjik. Për kundërzi, këtu kemi një konformizëm qartë zakonshëm, një pajtim me një diskurs antihistorik që mund të themi lirisht. Se asë në kohën e Rankovićit, i cili pashtë ka pas djetë çfarë ka ndodhur me shqiptarë, spaku identitetit nacional edhe identiteti kulturor nuk ka arrit që ta luaj këtë, sepse ka ekzistuar gjuha shqipe, ka ekzistuar arsimi i gjuhës shqipe, cili përkundër pengesa ka vazhduar atje deri te niveli i akademisë, deri te niveli i universitetit dhe një vedije institucionale shtetërore kombëtare, e cila ka sjellë shtetin e Kosovës. Prandaj them se të përfundoj me këtë. Ismail Kadari ka shkruar një ndër veprat më të rëndësishme për mendimin tim, viti mbrëmshëm. Viti mbrëmshëm. Katërmëlshja, sigurisht ju dini që çfarë do të thotë kjo vepër. Për mendimin tim, edhe veprat e mia, edhe veprat e Garit Kadriut, edhe veprat e Bishir Mosliut, edhe të Mosra Ramadanit, edhe gjithë tjerëve, na po kalojmë në shekullin e mbrëmshëm. Na sot gjendemi në shekullin e mbrëmshëm. Nëse jemi të vetëdijshëm për këtë, atëherë do të paguajmë haraqësman. Ju faleminderit për një jetë të gjithë. Faleminderit të pasa Jusuf dhe një faleminderit të Radin për fjalën, sidomos për ato që ratë për letërsinë, për vjesën letrore, për gjitha natyrën që realisht e ka vjesha letrore e Gjilanit. Edhe leksionet për shtatën aktuale që po jetojmë normalisht është i pavetueshëm, po nuk e di sa do të dëgjojnë, sa do të dëgjojnë ata që realisht po vëzhgojnë ne. Kështu që turojmë që shpesat mos des asë fundit, edhe të kthehemi një kohë që tek e dëgjova duke të re, hajse të bëhet më mirë dhe uroj inshallah bëhet më mirë. Edhe njerë gjithë juve që ishit pranishëm këtu, duke i veçuar tash media që në kanë ecë nga fillimi, i falenderoj për prani, jo vetëm në këtë takim, por në gjitha takimet që i patëm deri tash, dhe takimet që do t'i kemi në vazhdim. Me 22 nëntor do t'a kemi
vepra studentimore komplete dhe vepra studentimore të Anton Nik Berishës në Gjilan, në të cilave janë një 3 kategoriuës të Gjilanit. Dhe me 29 nëntor do të kemi një nga poetet më në trend të kohës sonë, Rita Petra. Rita Petra do të kemi me 29 nëntor si mësafirët e vjeshës sekretarët të Gjilanit. Ne këtë e shkamohet në aspektin kulturor letrar, edhe në atë që edhe disa obligime tona nuk janë përmbush, po vazhdojnë të përmbushen, qoftë në ndërimin e kryesve, qoftë në kryen obligime ndaj tyre, po edhe në veprimtarit tona që kemi në vend, të përmbushen me kry, ato që kanë obligimet e tjera institucionale, por të jemi në kërën me hapin dhe me ecet tonë për kohë. Ju falenderoj gjithë.